2018 ishte viti më sprovues për Edi Ramën në vitin e 6 si kryeministër. Të paktën 3 protesta ndaj tij, kuksianët, artistët e studentët dhe 2 protesta të opozitës e kanë tronditur edhe pse jo në të njëjtin nivel. Bashkëpunëtorët e afërt të tij u laguan fort në afera jo ligjore. Edi Rama u doli zot publikisht e asnjë prej tyre nuk u pa në dyert e drejtësisë. Përkundër, në prokurori është thirrur 2 herë Lulzim Basha, i paditur për shpifje bashkë me deputet të tij për shkak të denoncimeve që i bën mazhorancës. Edhe gjatë 2018-s, Edi Rama mbështet fort tek votat në kuvend e të vetët i kishte në rresht për çdo vendimarrje. E kjo panoramë e Shqipërisë nuk e bindi Këshillin Evropian të hapte negociatat e antarësimit, edhe pse Komisioni Evropian i paraqiti një opinion pozitiv ku problematikat e forta ishin anashkaluar e zbutur. Janari nisi me pritshmëritë e nxitura nga ambasadori i Lu për kapjen e peshqve të mëdhenj, por kjo nuk ndodhi në asnjë nga 12 muajt e vitit, edhe pse raste të reja ju shtuan të mëparshmeve. Prokuroria e përgjithshme e përkohshme Arta Marku e nisi vitin me një takim informal me gazetarët, të cilëve u tha se do të kishte ndryshime e do të shihnin surpriza. Padyshim, surprizë ishte mosbardhja asnjë prej rasteve të vitit ku laguan politikanët. Në fund të shkurtit 2018, 613 kg kokainë u kapo në Durrës në një kamion që transportonte banane nga Kolumbia. Në pranë ra shoferi dhe një punonjës i kompanisë Sabi Garden. Edi Rama dhe Fatmir Gjafa kanë zbatuar të njëjtën skemë që zbatoi Edi Rama dhe Samir Tahiri në rastin e Xibrakës. Kapet shoferi, kapet hamalli. Njësoj si në rastin e Xibrakës, operatorët kryesorë janë mbathin, ata që mund të tregojnë bosët e vërtet janë mbathin. Çështja e kokainës është problemi këtyre. Dhe kjo nuk është pjesë e asaj politikës kush të shaj më shumë e kush të akuzoj më shumë. Dhe arrestimi i atij personit është i lidhur me një histori që ka filluar më parë. Një histori që ka filluar më parë dhe cilën Prokuroria e Krimeve të Rënda duhet ta kishte hetuar më parë. E vërteta lidhur me taposjen e kanalit hetimeve nga Prokuroria e Krimeve të Rënda për këtë çështje do dali. Çfarë shtyu Edi Ramën të vrapoj dhe të thot se e kapën vetë pandimin e kërkujt? Shkaku është një dhe vetëm një, ai quhet Olsi Rama, partizani Olsi Rama. Se ka dyshime shumë të arsyeshme që të çojnë drejt njerëzish shumë të lidhur me rangjet më të larta të Partisë Demokratike. Në këto akuza reciproke, si me porosi u shfaq përtej kontinentit, një histori e njohur që e ktheu vëmendjen drejt Lulzim Bashës. Media investigative amerikane Mother Jones risolli të thelluar një investigim të nisur prej rrjetit ballkanik të gazetarisë investigative Byrne të 3 muajve më herët, lidhur me shpenzime të padeklaruara të Partisë Demokratike në KQZ për lobimin e saj në Shtetet e Bashkuara. Mother Jones shkruante se një ish ndihmës i fushatës së presidentit Trump ishte punësuar nga një kompani ruse për të lobuar për Partinë Demokratike në Washington. Historia u shqye ditë pas dite me deklaratat të deputetëve socialist që i kërkonin Bashës transparencë për lidhjet me Rusinë. Zhvendosja e vëmendjes pati efekt. Pronari i kompanisë së bananeve në kamionin e të cilës u gjet kokaina, po harrohet, i arrestuar në Gjermani, ndërsa historia me Mother Jones kaloi në hije. Por Lulzim Basha u bë sërish protagonist për shkak të një akuze që ngjau thjesht politike gjatë një debati për integrimin në kuvend. Njëri prej atyre që zgërdhiet më shumë ka qenë Gjermani para 3 ditësh. Mbajini mend të që ju them. Dhe ka porositur një Toyota Yaris, po ta kanë zbuluar Toyotën, o zgërdhimtar, bashkë me 1.5 milion euro drogës brenda. Vazhdo qesh, dhe shiko se qa do të tunden para hundës shumë shpejt. 3 ditë më vonë në Durrës,
U kapën 2 Toyota Yaris me 3.4 milion euro brenda, por pronarët e asaj sasie mbeten mister. E Lulzim Basha u kallëzua penalisht nga balla për shpifje dhe dekonspirim të aksionit policor. Më spektakolarja në 2018-ën mbetet padyshim ajo që njihet si historia e Babales. Në maj, Partia Demokratike publikoi audiopërgjimin dhe denoncimin e një skafisti 51 vjeçar nga Vlora, Albert Veliu, që denonconte bashkëpunëtorin e tij të dikurshëm, vëllain e ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj, se vionte trafikun e drogës në Vlorë, ndërsa kishte pashlyer një dënim 7 vjeçar me burg në Itali për trafik ndërkombëtar droge. Fatmir Xhafaj do të bëhej kështu ministri i dytë i qeverisë me akuza droge, dhe lëvizjet reaguese ishin të shpejta e mbresuese. Agron Xhafaj, që tashmë quhej Geron, i bëri të ditur publikut se kishte depozituar një padi për shpifje dhe një kampion të zërit në prokurori, e se po largohej në Itali për të vuajtur dënimin të cilit i ishte shmangur për vite. Ndërsa Edi Rama mbrojti ministrin dhe vllain e tij, duke deklaruar se në 24 orë e kishte verifikuar si fals audiopërgjimin që implikonte vëllain e Fatmir Xhafajt. Unë kam kërkuar nga një agjencie specializuar ndërkombëtare ekspertizën shkencore të këtij materiali. Unë e kam marrë mbrëm përgjigjen e analizës shkencore të kryer në një ndër laboratorët më serioz të botës. Më mjafton për t'ju thënë juve se nuk jemi absolutisht përpara as edhe një lloj prove komprometuese për ministrin e Brendshëm. Ku e gjetët zërin e Agron Xhafajt? Kot që unë të insistoj në këtë dhe t'jap detaje, sepse në fundit, për momentin, kjo është fjala e një pale. Dhe çdo detaje që t'jap unë, përsëri këto nuk përbëjnë një argument plot për çdo që ka dyshim. Prokuroria nuk po siguronte një ekspertizë që ta mbështeste atë version, e në fund të shtatorit, kryeministri paralajmëroi zhvillime hetimore. Shumë shpejt e i bidhur dalje vërteta për Babalen e parë, nuk e diskutoj dalje vërteta për Babalen e dytë, dhe po ju them që tek Babalen e parë, do dali një vërtet që do habiteni të gjithë ju që keni kapacitetin, përse ju se keni kapacitetin për të habitur, se ju nuk habiteni nga asgjë, juve besoni ke versionet e partisë. Në fakt, edhe prokuroria lëshoi një urdhër arresti për Albert Veliun, nisi një hetim për deputetin Saliani dhe gazetarin intervistues, pasi një mik i Babales nga Fieri, Alfred Alizoti, ishte vetrofyer se ishte paguar prej tij për të qenë zëri i Agron Xhafajt në audiopërgjimin e bërë publik. Për kryeministrin, deklarata e një të papuni me arsim 8 vjeçar vlente si alibi, por edhe akuzë për rivalin politik. Nuk është vetëm analizë shkencore e laboratorit britanik që nxjerr audiopërgjimin të fabrikuar. Jo, është vetë aktori, i papaguar, sipas premtimit të dhënë në emër të Lulzim Bashës, që i ka dalë për zot zërit vet në audiopërgjim. Por në analizën e ardhur nga një laborator privat në Britaninë e Madhe, thuhej se konkludimi i autenticitetit apo i falsitetit ishte i pamundur për shkak të cilësisë së dobët të zërit të telefonatës. Në një lëvizje surprizë, u shfaq një tjetër videopërgjim i realizuar nga ish shefi i policisë bashkiake të Lulzim Bashës, në të cilin personazhi Alfred Alizoti rrëfente se si kishte marrë oferta nga emra pranë qeverisë, duke lakuar mes tyre drejtorin e policisë së shtetit dhe numrin 2 të Partisë Socialiste. Pas zhurmës dhe reaktivizimit të akuzave reciproke, historia mbeti aty e pasbardhur. Por telashet u rikthyen për Edi Ramën në muajin tetor. Dhe do të jap një këshill që gjatë tyre ditëve dhe javëve rini hapur me bitën edhe me Gentin, se do të keni lajme interesante. Një ditë pas këtij komunikimi entuziast u raportua se policia e shtetit, në bashkëpunim me agjencitë partnere pas 2 vitesh hetime, zbuloi një laborator të përpunimit e prodhimit të heroinës në Brenog të Hasit. Operacioni i orëve të fundit Volvo 4 goditi antarët e 4 grupeve kriminale dhe pati një shtrirje në 12 qytete, pas një dekonspirim me gjithë përmasat jo të zakonshme të një operacioni policor me rreth 1500 efektiv në teren.
Mes 27 arrestuarve nga 44 flet arreste të prera, ishin edhe 2 deputetët socialist, Arben Doka, Arben Çuko, i pari me akuzën për tjetërsim pronash, i dyti për abuzim me detyrën si ish drejtori i burgjeve. Alodime të forta për dekonspirim të operacionit u hodhën kur u mësua se ideatori dhe pronari i laboratorit të drogës, bashkë me 2 ekspertë të huaj, ishte larguar nga vendi pak ditë para kryerjes së atij operacioni. Por gjatë hetimit 2 vjeçar, nga përgjimet e prokurorisë që rodhën në media, u shfaqe emri një bashkëpunëtori të ngushtë të Edi Ramës. Ishte kryebashkiaku i Durrësit ai që rezultonte në komunikime me një nga antarët e bandës së Shiakut në biseda zgjedhjesh. Vangjush Dako është njëri që komunikon me gjithë qytetarët e Durrësit. I nje ata prej kohësh gjithë qytetarët e Durrësit. Ju e dini që këta ishin persona me precedent penal? I kërkon votën, unë kur kërkoj votat nuk shoh as diplomën dhe as dëshminë e penalitetit. Kush është Liçja? Liçja është një qytetar atje i Durrësit nga ky grupi që është kapur, me të cilin kam folur në ai thot falenderim, duhet me ditë çfarë datash kanë qenë. Ka qenë para zgjedhjeve, fushat zgjedhore, mbas zgjedhjeve. Çdo mbas fushate. Po Astridi kush është Astridi? Astridi vllai Niçës. Ne shtrojmë dreka, shtrojmë darka për mbas fitores, falenderojmë njerëz, çojmë letrën e për shtëpia falenderimi. Njerëz i marrin telefon. Ore nuk i fitojmë zgjedhjet ne me lek. Po të garantojmë 1.000.000%. Fakt këtyre provave të bëra publike, mund të themi me siguri se krimi i ka siguruar Edi Ramës të paktën 10 deri në 15 mandate. Pse nuk arrestohet Vangjush Dako? Kush ka ndërhyrë që mos të arrestohet Vangjush Dako? Kush i ka bërë presion prokurorëve që mos të arrestojnë Vangjush Dakon? Apo bën përpjekje, apo hidhen miliona, apo ushtrohet presion politik për të shkatëruar provat që duhet çojnë në arrestimin e Vangjush Dakos, dhe jo vetëm të Vangjush Dakos, edhe deputetëve të tjerë të Partisë Socialiste, edhe ministrave të Partisë Socialiste, të cilët tashmë, jo thjesht në foto, apo filmime të qytetarëve apo të opozitës, po në provat e prokurorisë rezultojnë të përfshirë në pazare me bandat e krimit organizuar për të sjellë votat paligjshme dhe mandate të paligjshme për Partinë Socialiste. Mes akuzave të opozitës, heshtjes së prokurorisë dhe padive të paralajmëruara nga Dako për secilin prej artikuluesve të tyre, spikaste edhe heshtja publike e kryeministrit. Foli me një lëvizje të papritur. Me një postim lakonik në Twitter, njoftoi se kishte pranuar dorëheqjen e ministrit Fatmir Xhafaj e në vend të tij kishte emëruar këshilltarin e vet Sanderleshi. Arsyeja e largimit të Xhafës nuk u bë kurrë publike, ndërsa vendimi për mbylljen e lojrave të fatit sfumoi jo pak vëmendjen nga Vangjush Dako. Por sikletet nuk u mbyllën aty. Historia e Dritan Zaganit u përsërit kur një tjetër oficer policie, nonkomisar Emiliano Nuhu, pretendoi publikisht se ishte kërcënuar me pistolet në kokë në zyrën e tij në postën e policisë Fushkruj, në prani të zyrtarëve të lartë të Partisë Socialiste mes tyre dhe Tauland Balla, për të mbyllur çështjen e denoncimit të një vajze për dhunë nga djali i deputetit socialist të Fushkrujës Rahman Raja. Jam shumë i sigurt dhe deklaroj në çdo institucion të drejtësisë për këtë deklaratë që kam thënë. Oficeri pretendonte se nuk ishte përkrahur nga eprorët dhe institucionet kur e kishte paraqitur këtë rast. Ishte ndjerë i rrezikuar dhe ishte larguar nga vendi me familjen. Duhet dalë jo vetëm sadisti çnjerëzor Recep Rahja, Rahman Rahja, Artur Bushi dhe Tauland Balla. Ky i fundit një politikan bandit i zhytur në botën e krimit. Balla dhe Raja hodhën poshtë akuzat, ndërsa mbrojtjen publike e mori në dorë Edi Rama. Unë kam parë kamerat. Ka kamera në atë ditë, në atë komisariat. Nuk ekziston. Jo Taulandi pas ky, s'është fare. Horr të kthyer në hero, në vend se të dënoj publikisht nga të gjithë si një person që ka braktisur detyrën, ka sabotuar hetimin dhe ka përdor rastin për të marrë azil në një vend tjetër. Nuk do t'i ndahemi këmba këmbës atij horri. Do ta vëm pas live në emision që kjo nuk zgjidhet. Këta janë të përzira. O Blendi. Do ta vëm pas bashkë. Do ta shtyn me muaj dhe pastaj do harrojmë, se do ndodhi një gjë tjetër.
Basti mund të quhet i fituar, sepse historia mbeti aty, ndërsa djali i deputetit po e kryen me shërbim prove dënimin 1 vjeçar. Por duhet thënë se kryeministri nuk ka të njëjtin fat kur qytetarët ngrihen në protestë. Ato të opozitës nuk e impresionojnë edhe aq. Lulzim Basha thirri 2 të tilla gjatë 2018-s, në janar kundër lidhjeve të qeverisë me krimin dhe në 26 maj, një tjetër ku kërkohej dorëheqja Fatmir Xhafait pas denoncimit të Albert Veliut. Tronditja e vërtet, kryeministri erdhi nga protesta e banorëve të Kukësit. Të majtët të djathtë në Këshillin Bashkiak të qytetit thirrën një protestë me 31 mars kundër tarifës 5 euro që qeveria kishte shpallur për rrugën e Kombit. Çka nuk pritej ishte që zemërimi i tyre të derdhej ndaj sistemit të ngritur për tarifimin e rrugës, duke shkatëruar e djegur investimin privat. Me frymarrje të rënduar, në një konferencë urgjente për mediat, Edi Rama akuzoi opozitën dhe u përpoq të qetësonte kuksianët. Çdo këshilltar socialist i Bashkisë Kukësit, që ka ngritur dorë, qorrazi apo me vetdije, për thirrjen e pseudo-protestës, së ngjizur me urdhër nga Tirana, për realizimin e shfaqjes sotme të barbarisë së dhunshme, e ka humbur po sot të drejtën që të jetë pjesë e familjes sonë politike, Partisë Socialiste të Shqipërisë. Kontrata parashikon e zeza mbi të bardhë. Jo vetëm 120.000 euro çdo vit, kontribut të kompanisë për transportin e banorëve më në nevojë, por edhe karta të posaçme e kalimi, abone, me një pagesë të reduktuar për çdo banor të zonës që është përdorues i shpesht i asaj rruge. Cili është ai kryeministër apo udhëheqës i vendit dhe i popullit të tij që nuk do të donte të kënaqte të gjithë dhe gjithmonë? Nuk ekziston një kryeministër që nuk do të donte të gjitha këto. Por këto nuk janë mundësitë të kësaj bote, motra dhe vëllezër. Ky është populli që Rama përçmon. Kjo është revolta që Rama thot se nuk ekziston. Ky është populli me të cilin Rama u tall të enten dhe tha se nuk ngrihet dot. Në emër të opozitës, i kërkoj Edi Ramës të pezulloj me njëherë tarifën e rrugës Kombit. 23 kuksian u arrestuan në përbanesa gjatë natës së Pashkëve për dhunën e ushtruar në protest, ndërsa sjellja e tyre në Tiranë solli një solidarizim të paimagjinueshëm qytetar me ta për ditë të tëra para drejtorisë së policisë së kryeqytetit. Opozita nga ana e saj bllokoi për 2 orë 4 akse të vendit, duke kërkuar heqjen e tarifës 5 euro për rrugën e Kombit. Tarifa nuk u hoq, por u reduktua në 100 lek për banorët e Kukësit, të cilëve Edi Rama ndjesën shkoi t'u bënte personalisht. Unë shera parë që vinë Kukës mbas asaj historie, kështu që edhe i herë nuk është e tepërt që t'ju kërkoj ndjes juve dhe të gjithë banorëve dhe familjeve të zonës për shqetësimin që krijuam. Besoj që ishte një situatë që duhet ishte evituar, por tani koka e falur nuk besoj se pritet. Një tjetër protestë që vazhdon ende është ajo e artistëve dhe intelektualëve në mbrojtje të teatrit kombëtar. Me fuqinë e numrave në kuvend, finalizoi ligjërisht idenë e hershme për prishjen e teatrit kombëtar si jashtë standardi. Për i të ditur se pas një propozimi të pakërkuar, firma Fusha kishte marrë lejen për të ndërtuar një teatër të ri, duke shembur ekzistuesin, si dhe një kompleks skullash biznesi. Artistët në protest u përçan pas dëgjesave të organizuara nga Kryebashkiaku Veliaj, ndërsa kthimi i ligjit 2 herë në kuvend nga presidenti Meta, edhe pas sugjerimeve të Komisionit Evropian, nuk e ndaloi Edi Ramën që ta rivotonte çdo herë. Një tjetër protestë të cilës nuk i kushton një lloj vëmendje është ajo e banorëve të Unazës së Re,
Shtëpitë e bizneset e të cilëve do prishen nga realizimi i projektit të unazës së madhe. Dallimi financiar mes të legalizuarve e të palegalizuarve, një pjesë në proces, nuk u ka pëlqyer, e 2 muajt e fundit janë në protestë të mbështetur nga opozita, një të tillë me akte dhune edhe para parlamentit. Por sikleti i kryeministrit nisi jo nga protestat, por kur gazetari Ylli Rakipi zbuloi se firma fituese e lotit të parë të unazës së re prej 18 milion euro, që paraqitej si amerikane, kishte dokumenta false, çka aktivizoi hetimin së pari në Shtetet e Bashkuara. Hetimi nisi edhe në Shqipëri, por prokuroria nuk po ja del dot të marrë në pyetje as përfaqësuesin ligjor të firmës, një ish recepcionist 26 vjeçar, me të cilin autoritetet shqiptare kishin negociuar kontratën 18 milionçe. Ministri i Energjetikës dhe drejtori i ARSH u distancuan të kishin dieni dhe mbrojtjen e çështjes, si zakonisht e mori në dorë vetë kryeministri. Jo vetëm që kemi hartuar nga ana jon padin penale për këtë ofertë, kemi filluar procedurën për të sekuestruar 2 milion euro të garancisë, kemi marrë avokat për të hartuar një kërkesë gjyqësore për dëmin moral. Ky skandal jo i vogël u thellua kur e njëjta firmë mësua se kishte përfituar edhe një tender prej 12 milion euro nga OSHE. Skandali po sfumohet për shkak të një sikleti të ri, protesta e studentëve të universiteteve publike. Gjithçka nisi më 5 dhjetor, kur studentë arkitekturës bojkotuan mësimin, pasi njoftimi se tarifat universitare do të paguheshin në mes të dhjetorit, ndërsa afati i zakonshëm ishte deri në javën e fundit të janarit. Të nesërmen studentë të fakulteteve të universiteteve të tjera publike u bashkuan para Ministrisë së Arsimit me kërkesë edhe heqjen e tarifës për provimet e prapambetura. Në 2 ditë e morën atë kërkesë, por ngurrimi i qeverisë për t'ia plotësuar me argumentin e autonomisë universitare bëri që kërkesat e studentëve të shkonin në 4 e më pas në 8. Duke qenë se ata autoroqen nga pika 4, kjo do të thotë që ata mund të rriqen edhe nga pikat e tjera sepse jemi shumë. Për gjysmimin e tarifave ministria tha që e ka në dorë universitetet. Kjo nuk është e vërtet, kjo është gënjeshtër, këta kanë përdorur gjithmonë të njëjtin argument. Tavanin e tarifave e vendos qeveria dhe universitetet vendosin nëse do e respektojnë atë tavan apo do shkojnë më poshtë. Kështu që qeveria mjafton ta ul tavanin, të rrisë buxhetin dhe tarifat tona ulen më njëherë. Kryeministri mori vetë situatën në dorë, duke i ftuar intensivisht studentët për dialog, por askush nuk ju përgjigj, sepse protesta nuk ishte një grup drejtues. Forumet rinore të PD-LSI e Fresh nuk arritën ta orientonin protestën, pavarësisht përpjekjeve të dukshme të padukshme. Studentët u bën protagonistë të studiove televizive, duke ngjallur solidaritet publik. Është momenti më i vështirë i Edi Ramës, të cilit sondazhet ja përcjellnin ndjeshmërinë e lartë publike për studentëve. U zhvendosën para kuvendit e më pas para zyrës së tij, duke kërkuar përmbushjen e 8 kërkesave që nisnin me përgjysmimin e tarifave dhe rritjen me 5% të buxhetit për arsimin. Thirrri urgjent në takim rektor dhe dekan të universiteteve, duke u bërë gjyqin publikisht e kërkuar të merrnin përgjegjësi për situatën, pa u dhënë mundësi replike. Në fakt, me ta ishte përplasur publikisht 10 muaj më herët në selinë e kryeministrisë, kur i paraqisnin problematikat e krijuara nga ligji i arsimit të lartë. Siç jeni sot, bishti i gjithë universiteteve të Republikës së Shqipërisë bazuar tek akreditimi i bërë nga britanikët. Bishti i fundit i kavallit të universiteteve të Republikës së Shqipërisë. Për këtë s'ka faj. As reforma s'ka faj. As ligji s'ka faj, as akte në ligjore, shqyqyr që bukën e gojës ta zgjidhëm. Tashti urdhon. Në asnjë moment nuk kam përmendur bukën e gojës. Kështu që mund të jetë në një thënie statusi im është i qartë dhe nuk e kam përmendur. Ajo që kam ndeshur në punën time si rektori i universitetit, jam ndodhur në një situatë bllokuese nga veprimtaria e administratorit me suportin e bordit të administrimit. Që nga fillimi i administrimit kemi një problem të brendshëm, i cili nuk po na le të ecim përpara. Qeveria nuk mund të thotë dhe ministria nuk mund të thotë që
ne nuk zgjidhim konfliktet tuaja të brendshme. Botë e lirë, kjo mund të shohet një pedagog, 5 pedagog, 100 pedagog, 1000 pedagog, edhe mund të thonë, duam ndryshojmë ligjin. Kjo nuk ndodh. Ligji është aprovuar pas një pune shumë voluminoze dhe analitike, të detajuar, dhe ligji tani duhet zbatuar. E megjithatë, mes tyre gjeti mbështetës bashkë me të rinjtë e fresh për t'ju futur studentëve nëpër auditor, duke rrezikuar jo pak për të vendosur me çdo kusht komunikimin me ta. Nga gjeologjia tek Universiteti Bujqësor, AI i Vlorës dhe arkitektura në Tiranë, kishte nisur gjithçka. Lista e pakënaqësive të studentëve për kushtet e cilësinë e universiteteve ishte e gjatë, ndërsa mosbesimi ndaj kryeministrit të jetë i thellë. Në gjendjen e varfërisë thellë ku je, si e ke bler dhe si e paguan iPhone-in, apo s'është iPhone, paske më të madh se iPhone-i? Unë këtë madje mund ta deklarojmë dhe tek po të pyes për kurse ka problem fare. E kam fituar në një organizatë quhet Jetë Studentore, u bë një konkurs dhe fitova atje. Kjo është e gjitha. Për kë do përgjigjeti për shembull? Një më thuaj një gjë që. Për atë shtëpinë Surrel për shembull. Për? Për shtëpinë që e kanë nxjerr gjithë. Si? Ajo shtëpia që është duke u punuar dhe që keni deklaruar vetëm 2000 euro me sa pam. Është një gjeshtër. As kur nuk kam deklaruar, as siç kanë thënë më parë që un kam vetëm 2000 euro. Un kam qenë emigrant, dakor? Dhe si emigrant, si të gjithë emigrantët e tjerë, kam bërë edhe unë pjesën time të sakrificave në emigracion. U përball me shkënjimin e tyre për të shmangur çka nuk do të donte kurrë, rreshtimin e studentëve si kontingjent opozitar. Shumica atyre studentëve janë me mua dhe kjo është ajo që më dhëm mua më shumë. Ata nuk kanë dalë aty e ke dëgjuar në njërin që të thotë një fjalë atje kundër. E para protesta i dha një shuplak qeverisë. E dyta protesta i dha një grusht opozitës. Ndërsa studentët ndërpren protestën për t'ju rikthyer më 7 janar pas pushimeve, kryeministri bëri lëvizjet e veta. Në mbledhjen më të parë të qeverisë, miratoi 12 vendime që sipas tij plotësonin më shumë kërkesa nga ç'kishin kërkuar studentët, duke nisur nga tarifat. Studentët nga familje në ndihmë ekonomike, të verbrit, paraplegjik, tetraplegjik, që marrin financimin e plot 100% të tarifës dhe po ashtu student nga familje me ndihmë ekonomike, të verbrit, paraplegjik dhe tetraplegjik që do të përfitojnë një bursë studimi prej 10.000 lekësh të reja. Studentët me notë mesatare mbi 9 në çdo program studimi do të përfitojnë financimin nga qeveria 100% të tarifës tyre të regjistrimit nga tarife plot që paguanin përpara këtij vendimi. Dhe po ashtu, në çdo program studimi, ata do të përfitojnë një bursë prej 10.000 lekësh të reja. Ndërsa të premten e 28 dhjetorit, shkarkoi ministren e arsimit bashkë me 6 ministra të tjerë, duke i dhënë publikut idenë e reflektimit për të dëgjuar studentët e qytetarët. Studentët i folën me meme para kryeministrisë, të pakënaqur me vendimet për kërkesat e tyre që tashmë janë 9, bashkë me kërkesën për anullimin e ligjit për arsimin e lartë. I pari kryeministër në demokraci që ka komoditetin e një mazhorancë numerike të vetën e pa aleat, përjetoi ankthi në një situate që nuk e kontrollon dot. Unë them jam dakord. Me 8 pikat jam dakord. Tani çfarë doni? Do të bëhet udhëheqësi protestës tash? Se po ta udhëheqë unë protestën, protesta shkon shumë më mirë se çfarë po bëni ju. Ju po çoni protestën për lesh, më fal për shprehjen. Një vështirësi që nuk e ka me opozitën, e cila u rikthye pas 6 muajsh në kuvend, duke shpëtuar edhe mandatet me një mesazh për studentët. Opozitës ju rrëzua kauza e vetingut në politik që i kishte mbajtur jashtë parlamentit, një lloj si çdo propozim, aksiona, denoncim në pjesën tjetër të vitit teksa ishte në kuvend, në indiferencën epike të një kryeministri komod me fuqinë e kartonave të vet. 7.9 milion lekë ose 70%
Nëse ka nevojë për dëgjuar muzikë, kemi një dhomë këtu, anash, të shkoj atje dhe dëgjoj muzikë. Kufjet mund të jetë për dëgjuar më mirë tyja, më kthjellët, se s'është mirë akustika. Do më detyroj që unë ta ndërpres fjalën time, kryeministri të heqi kufjet dhe pastaj unë do vazhdoj. Mbaroj fjalën. Kufjet janë për dëgjuar më mirë juve. Ky u nderon, juve s'duani. Vazhdoni diskutimin. Mund të flisni në vendi, zoti Berisha. Në pritet seanca. Sa duke të vajti ora Facebook-ut, atëherë ndëpritet seanca gjysore. Atëre urrejtja popullore do të bjerë e pa fund mbi ju dhe do të shikoni çdo të thotë zëmërim qytetar. Mbyllet votimi, 75 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim. Këtu mbyllet seanca e ditës së sotme, seanca tjetër do të njoftohet. O Zot, e kufizove inteligjencën. Po budallëkun, pse e le pa kufi? Hëmbër Zot, pse? Pse o Zot e le pa kufi? Nuk e ka kufizuar budallëkun që të durojmë këtë. Ky do të vazhdoj të pëllasë këtë sallë pa dhënë asnjë llogari. Ligji i dekriminalizimit, i iniciuar nga Lulzim Basha, nxori jashtë kuvendit në fillim të vitit deputetin e PDU Aqif Rakipi dhe deputetin e LSI Gledion Rehovica. Në fillim të majit, Sajmir Tahiri dorëzoi mandatin e deputetit. Odiseja ish ministrit e brendshëm me drejtësinë vijon prej tetorit 2017 me akuzën për narkotrafik në formën e grupit të strukturuar kriminal, pasi banda e kushërive të tij në Vlorë Habilajve u arrestua në Itali. Një antar i bandës i arrestuar në Vlorë, Nezar Seiti, u ekstradua për llogari të drejtësisë italiane, edhe pse ndaj tij kishte një mas me burg dhe hetim në Shqipëri. Sajmir Tahiri ndërkohë ka marrë një vendim pafajësie nga gjykata e Katanias ndaj akuzave që grupi Habile i artikulonte për të, teksa përgjoheshin nga autoritetet italiane. Padurimi i tij është për pjesën shqiptare. Nuk mbaj mend këtë pasur një çështje të dytë, ku të angazhohen 7 prokurorë për një vit. Nëse nuk mjaftojnë 7 prokurorë, ju lutem bëjini 70. Vetëm më tregoni të vërtetën mua dhe shqiptarëve. U bëm një vit që jeton prokuroria këtu, unë s'jam thirrur ende një herë vetëm. A ka njëri në botë që beson se Sajmir Tahiri u bë koka e drogës në Shqipëri pa djenin tënde Edi Rama? A ka njëri në botë që beson se ato qindra, miliona euro e tonelata drogë nuk janë këmbët e karrikës tënde të pushtetit? A ka njëri në botë që të beson ty më? Sikur më parë një kryeministër nuk ka patur kaq shumë çështje të hapura e kaq shumë njerëz pranë tij të akuzuar publikisht, e asnjëri para drejtësisë. Një kryeministër që u investua personalisht u bënte në mënyrë të përsëritur mbrojtjen publike në nënheshtjen emblematike të organit të akuzës, në dyert e së cilës, në 2018-ën, u pa kryesisht kryetari i opozitës dhe bashkëpunëtor të tij të denoncuar për shpifje pas denoncimeve të tyre. I vetmi që e frenoi dukshëm kryeministrin në 2018-ën ishte presidenti Meta në rastin e marrëveshjes së detit me Greqinë. Pikërisht kam bërë edhe të qartë, dhe duhet ta them edhe këtu që është shumë e rëndësishme që një marrëveshje e tillë duhet të ratifikohet në parlament në një moment kur Shqipëria të ketë një gjykatë kushtetuese funksionale. Ai ishte një opinion i presidentit, por parlamenti është sovran në këtë pikë, nëse ne do të realizojmë një marrëveshje, sigurisht që ne do ta kalojmë në parlament dhe pastaj gjykata kushtetuese vërtet sot nuk mund të gjykojë, por gjykata kushtetuese është e hapur, në kuptimin nuk e ka derën mbyllur, kush ka pretendime mund të shkojë, mund të regjistrojë pretendimin, mund ta depozitojë çështjen, në momentin kur gjykata kushtetuese është funksionale, mund ta marrë, pra nuk është se humbet afati e këto histori. Shpresa për ngritjen e gjykatës kushtetuese për pa një afat ka pas ngritjes së Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Këshillit të Lartë Gjyqësor në muajin dhjetor, një rezultat konkret i reformës në drejtësi, ndërsa gjatë 2018-s, jo pak gjyqtare prokuror ngecën në provimin e vettingut përfshi kreun e gjykatës kushtetuese,
e pati të tjerë që kaluan dyshimshëm. Edi Rama mbetet pa dyshim kryeministri më i fuqishëm në 28 vjet demokraci, që pushtetin e ushtron edhe jashtë institucioneve që administron direkt. Por sikletet e 2018-s e kanë kërrusur jo pak e nuk i lejojnë frymarrje të rregullt. Përdorimi i shpeshtë i taktikave për të dalë nga situatat u ka ulur efektin e këtë ja lexuan edhe studentët. Mos e agravoni më tej situatën. Nëse kjo situatë do të agravoj, sidomos një herë pas pushimeve, të jesh i sigurt që studentët do mblidhen pastaj, do ju marrin MPD, MPS e me LSI e do ju dërgojnë si shtablendit e emisioni, e keni vetë parasysh. Peshën e rëndë që mori në 2018-ën u përpoq ta lehtësonte në fund vit me ndryshimin e më shumë se gjysmës së qeverisë. Edhe pse në vitin e 6 si kryeministër, asnjë prej anëtarëve të kabinetit nuk ka spikatur me një qëndrim ndryshe prej tij. Ish basketbollisti ndryshon lojtarët në fushë, jo thjesht për momentin e vështirë aktual, e as për zgjedhjet vendore 6 muaj më vonë. Synimin e ka më larg në 2021-shin, ku pretendon të vendosë rekordin që nuk arriti asnjë paraardhës i tij. Unë juftoj të gjithëve që edhe ndryshimin e qeverisë ta shikonin si pjesë të një reflektimi dhe të një kapërcimi të domosdoshëm për ta kthyer këtë mandat në mandatin e rezultateve që do të na çojnë në fitoren e mandatit të tretë.